teknologjia fillimisht duhet shiqohet si mjet, që arsimi e përdor për të lehtësuar punën, po kur nuk e zëvendëson mësimdhënësin dhe nuk e zëvendëson atë ndjenjen e përkatësisë dhe bashkëpunimin mes bashkëmoshatarëve, bashkëkolegëve, ose bashkëpunimin mes, për shembull nëse je në universitet, me pjesën kërkimore, me pjesën e biznesit, me pjesën ku funksionon ai program arsimor. Kështu që tash ne kemi zhvillim teknologjik në kuptimin e teknologjisë, ne kemi fat që në gjitha shkollat në Kosovë është vendosur interneti, kanë internet. Kanë qasi, po. Po, deri vonë, interneti ka qenë vetëm në, për shembull, zyrën e drejtorit, apo në kabinetit e tikut, mirë po tani me investimet që janë bërë në për shkolla, sidomos me projektin e bankës botërore që është zbatu nga Ministria e Ekonomisë dhe KREN, krejt shkollat janë të përfshira ose janë të ndërlidhura në internet. Dhe kjo është një lajm shumë i mirë. Në anën tjetër kemi edhe investime në teknologji në kuptimin që shumë komuna janë duke ngarendur të vendosin televizor ose smart board që i themi. Tabela të mençura, mirë po, ajo që na kemi mësu s'pakun nga arsimi lartë, edhe që vlen edhe për arsimin para universitar, mjeti teknologjik nuk e ndryshon metodologjinë e mësimit. Edhe nëse mësimdhënësit nuk janë të trajnuar në metodologjitë mësimdhënjes, edhe nuk i kanë të harmonizuara, do me thonë ato që ka mësojnë me nivelin e nxënësve ose studentëve, kemi një problem për shkak se nuk përshtatet ajo që ka ne dëshirojmë ta faktikisht ta organizojmë në një ambient mësimor, me ato se çfarë nxënës ose student shkemi, edhe se si për i përdorim këto mjete. Edhe shkallësi digjitale këtu janë tepër të rëndësishme, për shkak se sot nuk mund të paramendojmë sistemin arsimor pa përdorimin e shkallësive digjitale, qoftë për të gjetur burime, për t'i lexuar ato, për punuar ato, për t'i dorëzuar, ose për të bashkë komuniku me audiencat të ndryshme, për shkak se tashti edhe duhet me publiku, por edhe me tregu se çka ke arrit, me bindiken, me financu një projekt tëndin, ose një biznes tëndin, kështu që është tepër me rëndësi të kemi këto njohuri, edhe nuk janë gjithmonë, do me thonë teknologjia zhvillohet shumë a shumë se sa metodologjia mësimdhënies. Edhe këtu tash ne duhet të intervenojmë. E dyta një ndryshim rëndësor se çka ka ndodhur në shoqëri, edhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera, është ndikimi i inteligjencës artificiale. Sot studentët kanë qasje në, do me thonë, në produktet ndryshme të inteligjencës artificiale, edhe ata mundohen që t'i marrin gjërat e gatshme. Ne kemi njohurit mjaftueshme të themi që jo gjithmonë burimet janë të sakta kur vinë pa u diskutuar. Pra, vjen ajo prap mendimi kritik. Nuk mund ta merresh diçka të gatshme që ta krijon inteligjenca artificiale, sepse mund ta kesh krejt detyrën gabim. E dyta, edhe kemi shumë raste të cilat ne kemi në universitet, po ka ndalë edhe shumë publikime edhe te mediat, edhe te tjerë që kanë provu që tashti, për shembull, janë gjendje, inteligjenca artificiale në gjendje dhe me ta, faktikisht me ta kriju diçka që ti se ke bërë fare, ose me kriju diçka që nuk është e vërtet fare. Kështu që ne duhet të jemi të shumë kujdesshëm